Bashkë me ushtarët e KFOR-it kemi lëvizur nga qendra e qytetit së Leposaviqit. Kemi bërë rreth 30 ose pak më shumë minuta rrugë, një rrugë gjarpërore mes malesh të bukura të kësaj pjese të Kosovës për të arritur në zonën më kufitare, afër Bellobardos. Me këtë ndrim tonin kanë ndruar edhe veshjet, le t'i quajmë ushtarake të ushtarëve, janë armatosur dukshëm më shumë se sa që ishin në qytet. Pse bëjnë diçka të tillë, çka bëjnë tash këto në këtë pjesë, do t'i diskutojmë në vazhdim. Yeah, so putting on our gear and carrying our normal weapons. Ne I kemi vendosur pajisjet standard që duhet I ketë një ushtar për punën që e bëjmë ne, pajisjet shtesë. Janë si rrjedhoje procedurës standarde që e bëjmë sidomos kur jemi këtu në afërsi të pikës kufitare. Pse jemi pikërisht këtu? Është për shkak të një pike të ujit të pishëm që është e rëndësishme. Pastaj kemi edhe disa minjera ku disa punëtorë vinë, janë nga Andej dhe Këndej Kufirit, dhe ata qarkullojnë Këndej, ne I shohim për ditë. Janë edhe disa rrugë ilegale të kalimit të kufirit dhe ne I monitorojmë edhe ato rrugë edhe zhvillimet këtu. So our vehicles will stay here on the road. Veturat tona parkohen poshtë skaj rrugës, kurse ne patrullojmë në këmbë. Siç po shihet, nuk është shumë kënaqësi e madhe të ngjitemi sepse është shumë lart, mirë po ne bëjmë këtë edhe me vetura, edhe në këmbë. Kur I përfundon rruga që mund të ngjiten me vetura, ushtarët I lënë veturat aty edhe nisin të ecin këmbë. Është një pikë në cilën duan të arrijnë, sepse shohin shumë qartë edhe pjesën e Kosovës edhe të Serbisë, por këtë rrugë që është rreth 800 metra, goxha e lartë, e bëjnë me goxha peshë shtesë. Unë veç e provova jelekun antiplomb, është shumë I rëndë, e kam pranë vetës ushtarin që do ta pyes sa peshë çdo ditë në baza ditore bartë në këtë rrugtim që e bën. So on a daily basis, what our Ajo kit që ne looks e like bartim në baza ditore kur ecim është jeleku antiplumb që ka 2 pllaka të metalta për mbrojtje nga gjuajtjet. E kemi karikatorët që bartim me vete, armën, ujë shtesë, helmetën dhe krejt kjo llogaritet tiket rreth 15 kg.